Ministria e Jashtme në Berlin i bëri thirrje shtetasve gjerman që të largohen nga Irani, sipas një zëvendësit e saj, ende ka fluturime komerciale që ndihmojnë largimin nga vendi, ndërsa është e mundur edhe dalja përmes rrugëve toksore. Sipas listës për parandalimin e krizave të Ministrisë së Jashtme gjermane, aktualisht në Republikën Islamike ndodhen ende disa qindra shtetas gjerman. Ambasada gjermane në Teheran nuk po punon me kapacitet të plot personeli dhe për këtë arsye mund të ofrojë vetëm ndihmë të kufizuar konsullore. Më herët edhe një zëvendës i Ministrisë Gjermane të Mbrojtjes sqaroi se është reduktuar më tej personeli në Irbil të Irakut. Në koordinim me partnerët gjatë javëve të fundit, misioni është zvogëluar në mënyrë të vazhdueshme. Aktualisht në terren ndodhet vetëm personeli domosdoshëm, ndërsa pjesa tjetër është kthyer në Gjermani përmes Jordanisë, deklaroi ai. Për shkak të frikës për një sulm të mundshëm amerikan ndaj Iranit, shtetet europiane po marrin masa sigurie për personelin e tyre ushtarak në lindjen e mesme. Pas Gjermanisë, edhe Norvegjia ktheu dhe disa nga rreth 60 ushtarët e saj në rajon. Kjo bëhet për shkak të situatës së sigurisë, njoftoi një zëvendës i forcave të armatosura norvegjeze.